Jemi sërish së bashku në start, tani për të folur për Defender Europe 2025. Një nga stërvitjet më të mëdha në fakt me trupat e NATO-s, e cila do të mbahet në Kosovë dhe Kosova do tjetë mikpritse në fakt nga 26 maj deri në 9 qershor. 12.000 trupa do të kryen stërvitjet përbashkët ushtarake me FSK-n, do të ketë po ashtu pjesëmarrje edhe nga Shqipëria, Bullgaria, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut. Për të diskutuar më tej për Defender Europe 2025, unë kam në një lidhje të drejt për drejt në këto momente, zotin Drizan Shala, ekspert sigurie. Zotin Shala, ju përshëndes. Mirëmëngjes për ju dhe për shikues të juaj. Së pari ta nisim duke shpjeguar çfarë është Defender Europe dhe cili është qëllimi i kësaj stërvitje ushtarake ndërkombëtare. Defender Europe 25 është një mekanizëm i krijuar nga Alianca Veriatlantike, e cila mbështetet kryesisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të treguar prezencën e saj ushtarake, për të krijuar bashkëveprimin e strukturave të shteteve anëtare të NATO-s, për njëkohësisht edhe pretendentëve të drejtimit eurostrategjik në pikpamje politike, në këtë rast Kosova, Bosnia-Hercegovina, pra e dëshmon faktin që përmes këtij ushtrimi, i cili tani më është në periudhën 2 vjeçare, jepet mesazhi i qartë i strukturave në të cilat edhe për të cilat Moska tenton që t'i përdor qoftë përmes sabotimeve, qoftë përmes veprimeve të ndryshme, apo madje edhe si kërcënim real faktik në brezin kufitor në mes anëtarëve të NATO-s dhe Rusisë. Defend Europe 2025 është ndonë në 3 procese. Procesi i parë është swift response, i cili fillon më 11 deri më 31 maj, ku kryesisht janë të angazhuar në pjesën e Skandinavisë dhe pjesën e Baltikut. Si përgjigje, ato marrin pjesë rreth 6.000 ushtarë nga 12 nacione, pra është swift response, i bën përgjegjje e shpejtë, pra në rast se do të ketë nevojë që të ndryshohen strukturat e ndryshme ndërkombëtare për të mbështetur vendet skandinave dhe vendet e Baltikut, atëherë ky lloj rotacionit bëhet shumë më i shpejtë dhe ushtarët, oficerët dhe nënoficerët janë të njohur me terrenin në të cilin do të mund dhe do të duhen ndoshta në një ditë të mbrojnë pjesën e Aleancës Veriatlantike. Tani është pjesa e dytë, është immediate response, pra atë që potencove edhe ju, pra në mes 26 maj dhe 9 qershorit, ku marrin pjesë 12.000 ushtarë nga gjithsej 19 shtete, që është përgjithësi e menjëhershme, pra përgjigje e menjëhershme, pra në këtë aspekt do duhet ndalem pak më shumë për arsye që marrin pjesë. Përpos Kosova që është vend host, Kosova, Shqipëria, Bosnia, Maqedonia, Kroacia, Slovenia, pra e tregon faktin një intensitet dhe një interes të vazhdueshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s pikërisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke pas për konsiderat zhvillimet dhe karakteristikat politike që kanë përcaktuar dhe ka për këtë periudhën 5 vjeçore në Ballkanin Perëndimor, ku kemi patur kërcënime nga eksponentët e Republikës Srpske të Bosnjës për shkëputje, pastaj kemi patur veprime të drejt për drejta të politikës agresive të Beogradit zyrtar për të zhëruar konceptin shtetëror të saj. Edhe në vendet përreth, pra duke tentuar që të aneksohen vendet qoftë Kosova, pjesa e Malit të Zi përmes proksive, pra përmes elementeve hibride, Maqedonia e Veriut, pra prezenca e këtij ushtrimit për herë të dytë në Ballkanin Perëndimor është sinjal, është tregues që NATO-ja është e kujdesshme dhe përkujdesshme si veprimet e mundshme të çfarëdo formacioneve të caktuara mos të vijë deri te prishja e balancit të sigurisë kolektive, dhe është pjesa e tretë, po pjesa përfundimtare, e cila është salvaguardians, pa kujdestari, i cili mbahet nga 9 qershor deri më 24 qershor, ku marrin pjesë 10.000 ushtarë nga 7 shtete, ku kryesisht janë të fokusuar në pjesën e infrastrukturës kritike dhe pjesën e bashkërendimit e veprimeve artillerike dhe pjesë të ndryshme të komponentës ushtarake të NATO-s në Hungari. Pra, gjithsej në këtë Europe Defend 2025, si në vitet e mëparshme, marrin pjesë 25.000 ushtarë nga 29 shtete, nga ato 18 shtete janë pjesë të cilët mbahen në territorin e tyre.
Dhe shala, nëse ndalemi pak në vitin 2023, Europe Defender do të organizohej në fakt, por për shkak të tensioneve në veri, Kosova u përjashtua. Sa i rënd ishte ky përjashtim për imazhin dhe rolin ndërkombëtar të Kosovës në fushën e sigurisë dhe çfarë e rikthem po themi në vitin 2025? Duhet ndohet në dy dimensione. Dimensioni i parë është fakti që në 2023 ishte përjashtuar Apollon Anash në ditën kritike, po ditën D-Day, pra e cila është pjesa ekzekutive e ushtrimit, ku në 2023 është desh që një pjesë e regjimentit të FSK-s, pra Forcës së Sigurisë së Kosovës, të vlerësime të larta nga ana e faktorit ndërkombëtar, sepse një regjiment e kemi të certifikuar nga NATO, në atë kohë është desh të certifikohet regjimenti i dytë i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Një gjë e tillë nuk ndodhi për arsye të përcaktimeve të qarta të një diskursit politik i cili ishte në kundërshtim me interesat të NATO-s për të mos krijuar situata të pafavorshme në kontekstin e sigurisë së përgjithshme dhe asoj nacionale të Republikës Kosovës, duke rrezikuar ushtarët e komponentes ndërkombëtare të KFOR-it. Ne kemi pasur rastin edhe të aspekti asoj që ishte Banjska, para Banjskës ndodhen edhe veprimet nga grupet të ndryshme huligane, grupet të ndryshme strukturat sigurisë servisë paralele në muajin maj të atij vitit, ku patëm lëndime, madje edhe humbje jetësh nga ushtarët ndërkombëtar që ishin përgjegjës për ruajtjen e objekteve të komunave në pjesën veriore. Pra, gjitha këto në një moment ishin analizuar si një përgjigje apo si një dënim politik që FSK-ja në pjesën e ekzekutimit të këtij ushtrimi të përjashtohet, dhe kjo ishte një goditje bukur e rëndë në kuptimin e asaj në veprimtarinë ushtarake të bashkërendimit mes FSK-s dhe partnerëve tanë të NATO-s. Ndërsa pse tani po rikthehet është një fakt esencial dhe një fakt krucial, pra është ai dimensioni i dytë ku është parë nga veprimet të ndryshme inteligjente të Aleancës Veriatlantike, pjesa toksike politike që është tani më prezente në pjesën e Ballkanit Perëndimor, dhe si shpanzar është Beogradi zyrtar, është vlerësuar dhe është rivlerësuar që pjesa e Ballkanit Perëndimor si një pikë neurologjike edhe të komponentës ndërkombëtare të NATO-s, madje duke patur përballë çështjen e Adriatikut, detet janë ku Shqipëria dhe Kroacia tani më kanë marrur përgjegjësitë e tyre brenda Aleancës Veriatlantike, duke pa në anën e djathtë të pjesës e Bullgarisë. Pra, e dëshmon faktin që Ballkani është rikthyer në qendër të vëmendjes dhe Kosova ka pretendimet e saj që të jetë pjesë përbërëse e Aleancës Veriatlantike, dhe është imediate edhe kërkesë vetën e NATO-s që edhe regjimenti i dytë që duhet të ishte në 2028 ishte certifikuar, tani të certifikohet, për arsye që ne shohim se do të ketë nevojë për një përgjegjësi dhe një përgjigje të shpejtë të veprimeve të mundshme, të cilët e përcaktojnë qartë asë një diskurs geopolitik dhe geostrategjik në formën e fragilitetit në mes Rusisë dhe Perëndimit dhe respektivisht vendeve të Bashkimit Evropian. Padyshim rikthimi i Europe Defender 2025 në Ballkanin Perëndimor është një mesazh. Edhe si Ballkani Perëndimor, Kosova, vendet të cilat janë Shqipëria, Kroacia, Bosnia, Maqedonia Veriut, Malizi, Bullgaria mund të jenë saktë të veprimeve sabotazhe, mund të jenë saktë të veprimeve të ndryshme diverzante nga strukturat ruse. Në anën e dytë, bashkërendimi, bashkëveprimi i këtyre strukturave ndërkombëtare me vendet anëtare të NATO-s, që pjesë e tyre janë pjesë përbërëse e Ballkanit Perëndimor, por një pjesë e tyre pretendente, e krijon atë fuzionimin e duhur opsional dhe operacional për të garantuar qëndrueshmëri operacionale në rast se do të duhej të bëhet veprimi në terren. Fakt, ne kemi parë, sidomos gjatë viteve të fundit, një punë shumë të mirë për të forcuar ushtarakisht gati të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. A mund të jetë ky tregues i pritjes së një konflikti, apo si ta interpretojmë? Pyetja është sakt, pra në kulore të ndryshme diplomatike, në strukturat të saj inteligjente, qoftë civile, qoftë ushtarake,
janë dhënë indikacione të qarta që mund të ketë një konflikt të përmasave të gjëra, janë dhënë indikacione, nuk do të thotë që do të mund të ndodhë, po në bazë të indikacioneve potenciali është i lartë që mund të ketë ndonjë konflikt në përmasave të gjëra. Prandaj do duhet të referohemi ndryshime që kanë ndodhur këtyre muajve që kemi lënë pas, marrëveshja ushtarake tripalqe Kroaci, Shqipëri dhe Kosovë, pra Zagreb, Prishtinë dhe Tiranë, është treguese qartë që NATO-ja është fokusuar në pjesën e lindjes së mesme, në pjesën e Azisë dhe një është dhënë mandat dhe përgjegjësi vendeve të Ballkanit Perëndimor, respektivisht Kroacisë dhe Shqipërisë, të cilët në bashkërendim mund të përballen me strukturat ushtarake të Serbisë, duke e inkorporuar mençur Kosovën, sepse në këtë formë legjitimohet direktiva ushtarake e Ministrisë së Mbrojtjes së Shtetit Shqiptar që të inkorporojë çështjet e sigurisë nacionale të Kosovës në kuadër të drejtimit të saj politike ushtarak dhe për ta futur një fuqi kompatibile me forcat ushtarake serbe ishte reintegruar, ta them më saktë, Zagrepi për të krijuar këtë trinomin i cili padyshim do të zgjerohet. Ka informacione pavarësisht të reagimit publik, ka informacione të sakta që edhe Sofia, pra Bullgaria, do t'i bashkohet këtij unionit të qartë ushtarak, sepse e kemi tani më të krijuar bllokun e dytë në aspektin vizual, është Hungari, Serbi, Greqi dhe eventualisht hyrja e Maqedonisë së Veriut në kuadër të këtij bllokut mund të aprish destabilitetin politik ushtarak, prandaj duke parë këto ndryshime është menduar se të rikthehet Defend Europe 2025 pikërisht në Ballkanin Perëndimor për të përçuar mesazhet edhe të vendet të cilët janë anëtarë të NATO-s dhe mund të hyjnë në ndonjë marrëdhënie afatshkurtë me vendet të cilët kanë orientime pro-lindjes. Ka edhe një pyetje tepër të rëndësishme për të zgjeruar më tej, që nuk lidhet vetëm me sigurinë, por njëherëzi edhe me integrimin ushtarak dhe politikën e jashtme në Kosovë. Në këtë aspekt, pse është i rëndësishëm Defender Europe 2025? Padyshim është në aspektin politik, çohet mesazhe nga faktori ndërkombëtar që edhe po njëkohësisht edhe në drejtim të vendeve që është Kosova, që të referohemi Kosovë, që do duhet të përmbush obligimet dhe detyrimet ndërkombëtare, të cilat dalin si element garancë për të qenë pjesë përbërëse programit për partneritet për paqe, por edhe rrugtimin drejt NATO-s. Në anën tjetër, i domosdoshëm dhe i arsyeshëm dhe imediat është çështja e përcaktimit të qartë të arritjes së ekuivalencës apo vlerësimeve të cilat bën NATO për strukturat ushtarake, sepse në këtë formë arrihet standardi i NATO-s i kërkuar nga vetë NATO-ja, por të qenë pjesë përbërëse këtu ushtri të cilat kanë kapacitete të vogla, por që rëndësia dhe efekti i tyre në kuadër të Aleancës Veriatlantike do të jetë jashtëzakonisht e lartë, sepse me automatizëm do të rikfutet koncepti i mbrojtjes kolektive në këtë vende. Pra, çështja politike, çështja ushtarake, po dhe kemi edhe çështjet të shërbimeve inteligjente, sepse mund të imagjinoni 29 shtete në kuadër të këtij ushtrimit, janë 29 shërbime ushtarake, janë 29 shërbime civile të cilët do të bashkërendojnë veprimet, do të shkëmbejnë informacionet dhe këto informacionet do të lidhen kryesisht me zhvillimin e aktualitetit dhe kërcënimeve të mundshme dhe në shokët në një moment nga 29 shtete arrin informacione të mjaftuara dhe më pastaj analizon në Joint Command Center në Napoli të Italisë, që është pjesë përbërëse e Komandës Evropiane për Europë dhe Afrikë. Padyshim kjo e tregon treguesin e asaj që mund të marrin veprime preventive për të parandaluar eskalimet e mundshme për të përcaktuar qartazi komponentën ushtarake ndërkombëtare në vendet në të cilat kërkohet prezenca e tyre me ashtuar. Nga ana tjetër, do doja t'ju pyesja edhe sa gati është në infrastrukturë Kosova për të mikpritur një event të tillave për masa. Pra, e ka gjithë infrastrukturën e nevojshme?
Ne mund të themi që Forca e Sigurisë Kosovës ka kryer detyrat e saj sa përket përcaktimin e qartë të lokalitetit ku do duhet mbahet ushtrimi. Komponenta ushtarake e Kosovës ka tani më të qartë mundësinë dhe e ka përcaktuar qartazi kufit e limitit maksimal dhe minimal se çka i duhet për ta mbajtur një proces të tillë vital në kuptimin e mbajtjes së këtij ushtrimit në territorin e Republikës së Kosovës. Mund të themi që Forca e Sigurisë Kosovës ka përmbushur edhe sipas planit të saj dhe vjeçar të transformimit nga FSK në forcat armatosura ka përmbushur në përpikmëri dhe tani mund të themi që janë disa hapësira qoftë aeroporti i Gjakovës, qoftë Bojka Bukës, pra është një hapësirë e lartë me hektara të tërë ku përcaktohet qartazi edhe fusha e qitjes me të cilën vepron është poligoni jashtëm ushtarak ku mund të përdoren edhe mjetet e rënda luftarake, janë poligone të ndryshme të cilat i ka në dispozicion Forca e Sigurisë së Kosovës, pra në aspektin logjistik ne mund të themi që dikon rreth 95% përmbushen nevojat dhe kërkesat që vijnë nga faktori ndërkombëtar i NATO-s për ta mbajtur një pjesë të këtij ushtrimit në territorin e Republikës së Kosovës, sepse do duhet të jem të qartë edhe për audiencën juaj. Edhe në Shqipëri do të ketë veprime të caktuara të këtij ushtrimit, edhe në pjesën e Maltës, pjesën e Kroacisë, varësisht nga interesat dhe direktivat që përcaktohen në kuadër të Joint Command në Evropë, komandës evropiane, e cila është në Napoli, aja përcakton qartazi, interesat, intensitetet dhe veprimet të përcaktuara qartazi sipas direktivës së tyre. Pra, duket se gjithçka është gati për të mikpritur ashtu siç duhet në fakt Defender Europe 2025, që është stërvitja ushtarake ndërkombëtare ndoshta e rëndësisë më të madhe që po zhvillohet në Kosovë në fazën e saj të dytë, sikurse edhe ju e përmendët. Ndërkohë një pyetje të fundit, si ndikon pjesëmarrja në stërvitje të tilla në balancat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor? Çështja e balancit në Ballkanin Perëndimor, pra ne dimi një proxy shtet, pra proxy janë hibrid, pra Serbia e lun rolin e proxyt të Rusisë dhe ku dihet që intensiteti dhe interesi serb është pikërisht për ta penguar si kërkesë Moskës zyrtare avancimet më të tjeshme të bashkëpunimeve multilaterale në mes shteteve të Ballkanit Perëndimor është padyshim imediate që impakti është i lartë, interesi është i lartë, edhe të pala ruse për ta penguar dhe për ta marrë sa më shumë informacione të mundshme të këtij ushtrimi në territor, por njëkohësisht edhe pjesa e bashkëpunimit, garantimi i shkëmbimeve të informacioneve, sepse pra audiencën e ju do duhet ta kuptoni që në aspektin ushtarak pjesa vitale dhe kruciale e bashkëpunimit ushtarak është çështja e shkëmbimeve të informacioneve ushtarake, pa asoj inteligjente, dhe në qoftë se arrihet një relaks politik përmes ushtrimit Defender Europe 2025, padyshim që më pastaj mund të përkthehet në shkëmbime të ndryshme informacioneve, bashkëpunimeve multilaterale, shkëmbimeve të kuadranteve të ndryshmeve, por njëkohësisht edhe ekspertëve të ndryshëm në kontekstin e Ballkanit Perëndimor për të garantuar një komunikim të shëndosh, për të garantuar një unifikim të shëndosh, por njëkohësisht për të përballur me një vijë e cila është e qartë, është vija kufitare ushtarake, sepse ne kemi 5 kufit të ndryshëm, kufiri politik, kufiri shtetëror, kufiri ekonomik, kufiri ushtarak dhe kufiri religioz. Prandaj Europe Defend 2025 është përcaktuar se qartë që kufiri ushtarak të jetë pikërisht aty ku do duhet mbetet dhe nuk do duhet ndryshojë as në asnjë formë, në asnjë mënyrë interesat e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Prandaj ky ushtrim dhe ushtrimet të tjera që do të pasojnë në vitet në vijim, është e qartë që Ballkani do të jetë ashtu si po të thonë në fillim të bisedës, arteria neurologjike e bashkërendimit dhe qëndrueshmërisë operacionale të NATO-s në Evropë, po edhe me veprimet e saj që mund të ndërmeren në Afrikë dhe në Azi. Zoti Shala, ju falenderoj jashtëmase për gjithë ekspertizën dhe analizën që i bët në fakt Defender Europe 2025, ju uroj një ditë sa më të mbarë në vijim.